Jeta në tokë mund të ketë ardhur nga pluhuri kozmik. Shkencëtarët mbeten të ndarë në mënyrën e fillimit të jetës në tokë. Një teori propozon se ajo u shfaq në mënyrë spontane nga një stuhi primitive molekulash organike. Një tjetër sugjeron se përbërësit e jetës kanë ardhur nga hapësira të transportuar nga mbeturina ndërhyjore. Një studim i ri botuar së fundmi argumenton se grimcat mikroskopike të pluhurit kozmik dhe jo asteroidët mund të kenë sjellë bloqe ndërtuese të jetës. Ekzistojnë më shumë se 500 aminoacide natyrale, por 22 prej tyre të quajtura aminoacide përbëjnë bazën e proteinave dhe materialit gjenetik të organizmat e gjallë, megjithse shkencëtarët e kuptojnë rolin e tyre në biologji. Origjina e këtyre aminoacideve të para mbetet ende e paqartë. Kërkimet të mëparshme kanë zbuluar aminoacide në asteroid dhe meteoroid, gjë që çoi në teorinë se këto shkëmbinj e fekonduan tokën me pararendësit e jetës. Megjithatë, studiuesit e qendrës Diamond Light Source në Mbretërinë e Bashkuar sugjerojnë se grimcat mikroskopike të pluhurit, të cilat godasin tokën më shpesh se sa meteoritët, ishin një burim më i mundshëm. Toka merr rreth 10.000 goditje meteoritësh në vit, por merr afërsisht 40.000 ton pluhur kozmik. Statistika tregojnë se ka shumë më tepër gjasa që aminoacide të kenë udhëtuar mbi grimcat e pluhurit për të testuar nëse këto molekula mund të mbjetonin kushteve të ashpra të hapësirës. Studiuesit krijuan pluhurin kozmik sintetik nga silikati i magnezit dhe veshën me aminoacide si glicinia, alania, acidi aspartik dhe acidi glutamik. Duke përdorur spektroskopin me ifra të kuqe nën temperatura ekstreme, ata zbuluan se vetëm glicina dhe alanina u lidhën me pluhurin dhe kishin formuar kristale. Ekipi sugjeron se kjo tregon ekzistencën e një mekanizmi përgjegjës astromineralogjik, në të cilin vetëm disa aminoacide mund të ngjiten në grimcat e pluhurit dhe të mbjetojnë gjatë udhëtimit drejt tokës. Nëse kjo është e saktë, procesi mund të shpjegojë pse molekula të caktuara si glicinia dhe alania rritën këtu rreth 3.4 apo 4.4 miliard vjet më parë, pikërisht në kohën kur formoheshin korja dhe oqeanet e planetit, duke ndihmuar në ngjizjen e impulseve të para të jetës.